Shqipëria po bën përgatitje të shumta për të mirëpritur Papa Franceskun gjatë vizitës së tij më 21 shtator në Tiranë. Rëndësia e kësaj vizite është e madhe, thot Ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro, kryesuese e komitetit organizator. Vizita e parë Papa Franceskut tek SOE po e kthen edhe një herë vështrimin e gjithë botës nga Shqipëria dhe shqiptarët, të cilët po përpiqen të zhvillohen dhe integrohen në Bashkimin Evropian. Me zonjën Kumbaro bisedoi korrespondenti ynë në Tiranë, Ilirian Agolli. Zonja Ministre, juve kryesoni njëkohësisht dhe Komisionin Shtetëror për organizimin e mikpritjes vizitës Papa Franceskut në 21 shtator. Deri ku janë deri tani përgatitjet për mikpritjen e këtij miku kaq të rëndësishëm? Na u desh të bëjmë vërtet punime jo thjesht për një vizitë, por punime reabilituese të ndërtesave të cilat ishin të paprekura, le themi prej 10 vitesh. Është punuar me 3 turne, jemi në ditët e fundit dhe javën që vjen të gjitha këto kantere do të jenë të mbyllura, edhe sepse ndërkohë ato do të kthehen në aktivitete funksionale. Po kështu dhe në sheshin Nën Tereza, ishte një shesh i cili në ndërtesa të rrotull nuk ishte vënë asnjëherë dorë, as për pastrimin e fasadave, as për rregullimin e shkallëve dhe sidomos për gjithë peizazhin të okupuar tashmë nga ndërtime ilegale të legalizuara për gjysmë rrugës, të cilat ne për ato që ishin ilegale i pastruam, ato që ishin me dokumenta i shpronsuam. Dua të theksoj këtu që ngjarja e Papës nuk është ngjarje vetëm për komunitetin katolik, është një ngjarje për të gjithë shqiptarët, për ata që jetojnë në Shqipëri, për ata që jetojnë në shtetet të tjera në Ballkan, por edhe në diasporë, dhe unë besoj që jo vetëm për shqiptarët, por për gjithë banorët e Ballkanit dhe të Europës është një ngjarje shumë e madhe. Zonja Ministre, çfarë aktivitetesh po organizoni me rastin e vizitës së Papa Franceskut në Shqipëri, nisur edhe nga fakti që klerikët shqiptar janë figurat të njohura të kulturës dhe të albanologjisë shqiptare? Një tjetër kalendar i pasur me ekspozita është përgatitur gjithashtu. Të gjitha këto startojnë në javën e ardhshme në datë 15, në radhë të parë me një konferencë të organizuar nga Komuniteti Katolik, konferencë shkencore, pastaj një ekspozitë në Bibliotekën Kombëtare për të treguar, le të themi, gjurmët dhe ndikimin e krishtërimit në kulturën dhe letrat shqipe. Do të kemi një ekspozitë në Galerinë e Arteve me ciklin e piktura fetare të Lindelis, këtij piktorit njohur me origjinë shqiptare që ka jetuar në Itali, dhe do të kulmojnë të gjitha këto me një ekspozitë që ne e kemi quajtur Besim. Është në fakt një përkthim estetik dhe artistik i atmosferës që ekziston historikisht dhe aktualisht në realitetin shqiptar të një bashkëjetese të ndarjes së një territori në të mirë e në të keq të komuniteteve fetare. Si dhe përgatitja e 2 filmave dokumentar me karakter historik të përgatitura nga arkivi filmit. Zonja Ministre, me rastin e vizitës së Papa Franceskut dolën në dritë edhe shumë figura të tjera klerik të shquar në shekuj me origjinë shqiptare, përveç Nën Terezës, së mirënjohur nga brezat e sotëm. A keni ndërmarrë nisma për një rivlerësim të figurave të klerikëve kaq të shquar shqiptar në shekuj? Në radhë të parë, është rivlerësimi dhe risillja në kujtesë e të gjitha atyre personazheve të cilët në botën e besimit fetar, qoftë ati musliman, ortodoks apo katolik, apo dhe bektashi, ka kontribuar në ndërtimin e këtij kombi, por edhe në qytetarinë e Shqipërisë, që do të thotë kanë kontribuar me edukim, kanë kontribuar me shkollë, kanë kontribuar në pavarësimin e Shqipërisë, kanë kontribuar edhe në ruajtjen e një lloji identiteti dhe të një stabiliteti human, do të thoja, mos harrojmë që Shqipëria është vendi unikal ku për 40 vjet çdo koncept fetar, jo më njerëz dhe institucione u dënuan, u persekutuan, u martirizuan, dhe kjo është diçka që nuk duhet të harrojmë, dhe kjo është e njëjtë për të gjitha komunitetet fetare, ndonse kemi një martirizim dhe persekutim shumë më të egër dhe më të thellë në komunitetin katolik. Kështu që në këtë kuadër sigurisht do të ketë një rikujtim të këtyre figurave që do të përkthehet në disa koncerte që do të shoqërohen me lexime tekstesh të figurave të shquara të klerit të viteve 20-30 që përbëjnë dhe elitat e shekullit 20 të shqiptarëve,
që do të zhvillohen në katedralen e Shkodrës, të Durrësit, të Lezhës dhe të Tiranës. Zonja Ministre, a keni ndonjë vlerësim të veçantë, cili do të ishte komenti juaj, një vlerësim i juaj lidhur me jetën e Shqipërisë në kohën midis dy vizitave të dy papëve, Papa Gjon Palit në fillim të demokracisë shqiptare 22 vjet më parë dhe aktualisht Papa Franceskut. Momenti i parë ishte një mesazh i fortë që ne sapo kishim dalë nga diktatura me një thirrje të përbashkët, e cila vazhdon të mbetet po aq aktuale sot, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Ky mesazh ringjallje erdhi pikërisht në vizitën që Papa Gjon Pali bëri në Shqipëri me njëherë mbas viteve 90. Konfirmimi i vizitës Papa Franceskut u bë në të njëjtën kohë me marrjen e statusit kandidat. Vjen ky konfirmim nga dy institucione krejtësisht të pavarura njëra nga tjetra, nga një botë shpirtërore dhe nga një botë institucionale, por unë besoj që ky është konfirmimi i punës së shqiptarëve, i këtij hopi të jashtëzakonshëm që Shqipëria e meriton sot, që të jetë në Europë, të jetë pjesë e saj, si me dimensionin e saj institucional dhe me gjithë përpjekjet demokratike që ka bërë, ashtu dhe me dimensionin e saj human dhe shpirtëror. Zonja Ministre, ju faleminderit për bisedën. Faleminderit juve.